Çfarë të bëjmë thot në radhë të kur të gjithë të urrejnë, vjen deri te pika ku askush s'të respekton. E para gjë që duhet bësh është ta sheh veten, a për me ke bën një veprim që domethënë ke gabu që ata me të urrejt dhe mos me të respektu. Nëse e sheh që ke gabu diçka dhe mund ta përmirësosh, ama gabim nëse ke bën. Atëherë përmirësoj veten, elhamdulillah. Nëse nuk e gabu kur gjë, thjesht budallakia tyne, atëherë në këtë rast ti s'ki përgjegjësi as nuk duhet me tani hiç për këtë punë. Hiç mos me tani. Veç mos bën gabim ti. Të urrejnë, të respektojnë. Fort mos u lodh, mos u lag për ta. Flaj dath. Budallaki është. Budallaki me jetu për njerëzit. Budallaki. Qa po thojnë këta, qa po thojnë ata. Ti e rëndësishme është fuqizohu mes teje raportet edhe Zotit. Punë me halal, punë marë, banuj drejt që duhet, edhe lej njerëzit. Ti as nuk je që vlerësojnë tjertë, as nuk dëvyn që vlerësojnë tjertë. Edhe me të vlerësu keq, ti s'ki mosh përblit të Zotit që të nga vlerësu keq. Edhe me të vlerësu mirë. Nëse ti s'je që ashtu, të Zotit prap nuk bën dobi, veç që shje në realitet që ashtu ka me të vlerësu Zotit.